Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dështoi votimi I ligjit për vetë qeverisje lokale në Maqedoninë e Veriut. Përplasjet më të mëdha ndodhen për uljen e numrit të këshilltarëve komunal. Zëvendës kryeministri I parë Izzet Mexhiti është në mendimin se BDI ka më së paku të drejtë ankohet për uljen e numrit të këshilltarëve nëpër komuna. Sipas Mexhitit ishte BDI ajo që mori regjistrimin e popullsisë mbi këtë parim. Kuvendi I Maqedonisë së Veriut zgjodhi Trajko Slavevskin, guvernator të Bankës Popullore. Pro votuan 68 deputet, ndërsa 16 ishin kundër. Shumica parlamentare mbështeti kandidaturën duke u përqendruar në profesionalizmin dhe kompetencën e tij. Opozita kundërshtoi duke u përqendruar në bindjen politike të Slavevskit dhe vizionin për pavarësinë e institucionit. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Dështoi përpjekja 23 për konstituimin e Kuvendit Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje tentoi sërish krijimin e një komision ad hoc për votim të fshehtë. Edhe këtë herë kryesuesi I seancës Avni Dahari kërkoi nga PDK Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe të propozojnë kandidatët për komision. Asnjë parti nuk pranoi dhe nuk morën pjesë në votim. Nga 111 deputetë të pranishëm në seancë, 55 votuan pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Ministri I detyrë për komunitetet dhe kthim në Republikën e Kosovës, Nenad Rashiq, rreshtohet për krah kandidaturës së Fatmir Limajt për kryetar të kuvendit nëse propozohet nga lëvizja Vetëvendosje. Përgjithësia është konceptin ku ju duhet të pranoni se ka një shumicë e cila është konstruktuar ose e ka është procesin e konstituimit dhe normalisht dhe une me vite po njihim dhe me zotin Limaj personalisht se kemi qenë era e parë kur kemi qenë në qeverisë bashkë kur qenë 2007. Prandaj gati 20 vjet, 18 vjet saktë. Po njihemi prandaj nuk ka asgjë të kundërt. Nenad Rashiq tha se propozimi I tij nuk është diskutuar me Albin Kurtin. Sipas tij është dhe normale që të ketë ndryshime të opsioneve ose planeve për ndarjen e ministrive. Rashiq konfirmoi se ka patur një gatishmëri nga ana e lëvizjes Vetëvendosje dhe nga ana e kryeministrit që ai të jetë pjesë e kabinetit. Gatishmëri nga ana të Vetëvendosjes dhe kryeministrit që unë të jem pjesë e qeverisë dhe kjo që keni thonë është diçka e re për mua, por në politikë normal është që të ketë ndryshime të opsioneve ose planeve ose ministrave. Kryetari I Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj mohon të jetë takuar me kryeministrin e detyrë Albin Kurti për të diskutuar mundësinë e tij për bashkëqeverisje me Vetëvendosjen para dështimit të seancës së radhës për konstituim. Fatmir Limaj deklaroi se nuk ka marrë as ftesë për bashkëpunim. Marrëveshjet politike ndërtohen ndryshe. Është çështje e befasive besoj. Kurdo që kam ftesë, jam I gatshëm të takohem me të gjithë. Kryeministri I detyrë Albin Kurti deklaroi se rritja e gatishmërisë dhe pranisë në kufirin me Kosovën e forcave të armatosura të Serbisë është reaksion ndaj stërvitjes Defender Europe 25. Sipas shefit të qeverisë në Prishtinë është e paqartë nëse kjo është një nismë me Serbisë apo e shtyrë nga Rusia. Sipas kryeministrit Kurti, forca e sigurisë së Kosovës po merr pjesë me rreth 1000 trupa në këtë stërvitje. Për shefin e qeverisë në Prishtinë, pjesëmarrja dhe organizimi I këtij ushtrimi tregon përgatitjen dhe kapacitetin e institucioneve të Kosovës për të menaxhuar operacione ushtarake komplekse. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.